Fetia e Halilaj për 26 vjet e thirri të birin, pa e ditur fatin e tij. Këtë premte, djali Vebi Halilaj ju kthye në arkival, pasi ju gjetën eshtrat në Bishtazhin të Gjakovës. I për fatin e tij në kërgja, ke që dash. Shumë tash edhe më rëndë, mërzia difishe. Me përpënon më shtirë s'ka. Ishtrat e Vebi Halilajt u rivarosën të premtën në lapsep të Malishevës. Plaga ende nuk ju shua. Nënës 95 vjeqe, prikur forcat serbe janë dhënë të birin 19 vjeçar nga kolona e civilëve me 1999. Kolonë më murën, dërë më murën. Pavarësisht kujtimeve të dhëmshme, familjarët shprehin më të lehtësuar, tash kur të paktën do të kenë ku të bëjnë homazhe. Mas identifikimit të 7 personave të komunës të Klinës, unë kom najt veç me vesh hapur mas 3 dite, më kanë njoftu që edhe vllau yt është i gjetën. Në Kralan të Gjakovës në ditët e para të prillit të 1999 u vranë afër 90 civil shqiptar nga forcat serbe.